Po më pengot se motra zëdhen, motra për vëlla ose për familje është shumë ma dhone për familje. Thana, tash ka fillu me pas drejta pak ma shumë, po gjëmull drejtën e pasurisë duhet të jetë ja unë kryesorja, me gjitha se ka vëlla ose ka vëlla që tash e motrën e se pranon shtëpi, tash aja mund me qëllu me një burë që nuk e respektojnë ato, dhe aja mundet me ka duhet me marrë diçka, duhet me pas pasurinë e prindit, diçka duhet me pas trashëgimin nga prind. Ndetja, Si po kalon? mirë shumë. Prej kajt vëna vjen? Jam prej Malishevës. Prej Malishevës, që kena Malishevën? Malisheva është shumë mirë, vend atraksioni, ka vend i mirë për gjitha për turizëm, për gjithçka është. Unë e di që në Malishevë, ko që a i një trim ajo po rrath Malishevë. Trinjma, po, ka pas trinjma, po tash, pa kanë rao. Sa po thonë kanë rrath? Kanë rao se trinjmat e vërtet kanë ecë në liri, kur kanë lup, tash, pak e shumë, Tash, sa ta trim apo thua, shumë. A ke qenë gjenerat që kemë ri luftën? Jam gjenerat 94, kam qenë dykun 5 vjeç. Se pas ke përritu Së luftën? kum përjetu shumë, pak e shumë me ti, po jo shumë. Pa me fmi, e bashortën? Në fakt motra është, A motra më Po, falë? po. Se, pa... bashkëshortën në shpe e kam, A, në po, shpi e për ke. disa Se çështje, ndarë për qefë sot, po apo? për çe. Shumë. Po e mirë që edhe me motra, hala njerëz të... Po normal, Ka lidhje të na mira. traditat i mojmë, bile ka në Malishevës traditat, për ka familja, për kështu e mbajmë. Po pëlqen. Te motra ja nisëm pak temës. Sa motra e keni në valë? 3, e modhja ka vdeku, aty janë sa. Se sot nuk respektohen motrat shumë që shën respektohen ma herët përgjithsi. Po tash, me të regu drejt e ka ndryshu pak edhe sistemi i jetës është. Tash, ne kemi pas traditën ma hershme që me respektu ma shumë familja, me qema. Tash pak a shumë ka ndryshu sistemi, ka orë sistemi evropian në Kosovë. Janë largu pak sa. Po ka pjesat që e katunën, shumë Malisheva, Drenicat atje, ka që respektuan ende motrat e familje më shumë. Ky sistemi sa po pengon, ky sistemi që është shumë i përshtatshëm për vendin tonë. Po më pengot se motra zëdhen, motra për vëlla ose për familje është shumë ma dhone për familje. Edhe pak drejtat e thana, tash ka fillu me pas drejta pak ma shumë, po nuk ka pas qysh duhet as shumë qysh duhet drejtat e për thana ose për motra. Janë të drejta që duhet shumë ma shumë jo, e kuptoj. Cila drejta më shumë për shembull? Ki gjëmull drejtën e pasurisë duhet të jetë ja unë kryesorja, me gjitha se ka vëlla ose ka vëlla që tash e motrën e se pranon shtëpi, tash aja mund me qëllu me një burë që nuk e respektojnë ato, dhe aja mundet me ka duhet me marrë diçka, duhet me pas pasurinë e prindit, diçka duhet me pas trashëgimin nga prind. Pasurinë e prindit, a e kishë pranu motrës me adhon? Po, patjetër, njëjtë si unë se në baras kemi lindë. Drejtat i kem njëjta, ligji flet për dy qenit, edhe të thamë se me shku. Po më pëlqen, se shumica vëllezërve nuk e pranojnë këtë. Ja, duhet patjetër, drejtat janë përgjithësi, si femërore, si mashkullore, dytë janë. Për derisa unë e lypi drejtën teme, dhe ajo duhet me lyp drejtën e vetë. Pse është të martunet e burri, ajo, se edhe unë ju martua, si janë këtë ligja për të dy qenit është e njëjtë. Se nëse një femër e ka marrë, ka kërku pasurinë trashëgimin e prindëve, osanej të shtëpia e prindëve nuk ka pas shumë vend. Aja është traditë e shqiptarëve, besoj që në Evropë ekziston kjo. Kjo nuk më pëlqen apet kjo sistem. Duhet me qenë edhe me ndo pasurinë, si duhet, si motra, si vllat, po edhe me pasat, se po të kuptoj ty që nëse e merr aja pasurinë, aja s'ka drejt me ardh me shku të vllavit, pa aja nuk, aja s'ka logjik, nuk ma ka logjik. A duhet kjo të ndryshojnë në Kosovë? Po edhe ka fillu me ndryshu, se ligjet sa ma dita ditës po vinë të ndryshu. Dhe kjo është e mirë. A ke qenë mirë është në testament, çdo prind mja lanë, që mos me pak si fatë përleshje me vëllezërve dhe motrave. Po nuk e di sa është në sistem tonë në testament, e ose testament duhet pa tjetër, me ligj duhet pa tjetër. Tash sa
Sa respektuohet tonë tjetër sen, po me ligje ka, ligjet tona atë edhe çikës dhe djalit njëjtën më ndoja pjesa që shkon. Vajzave tua, a ke vajza më falë, a ke fëmijë? Një djale kam tash, se shumë. Kish pranu që fasurin mjalon si djalit? Ka dallim, nuk e baja dallim. Shumë jam larg asaj mendësi, sepse jam nështë gjenerata mas lotës që jam, po nuk më pëlqen e mendësia që mos me pas vajza pasurin. Pse këto dallime bëhen mes prindve, mes djalit edhe vajzës? Besoj që ti je ndjer ato. Unë edhe pa më herë tash në Kosovë ndodh kjo, në brezët shqiptare ndodh, se jashtë në perëndim nuk besoj që ndodh kjo. S'ndodh se ligje në Kosovë, ligje se nuk ka dallim, nuk duhet ketë Ai prova apo kundër familjeve tradicionale? Për të çështje po, për do jo. Për cilat po dhe për cilat jo? Për liria lirisht e tepër nuk më pëlqen. Liria tepër shumë. Çfarë lirien, çfarë aspekti? Do më thonë, nëse një femën, po e marrëm fjalën një femën dëshiron me studio ose diçka, është mirë të pyetet edhe nga prindi çfarë të këndon. Po më janë ndalu nuk ban, po liri do më thonë shumë nuk ka, se tani kur po vjen me një moshë, po i bjen pishman se ka ngose prindin ose aty. Po vjen me një moshë tikura i bjen pishman. Për të tjera të tradita nuk më pëlqen. Ma mirë me qenë ma ka unë në Evropë, sa i kuptom. Sa ta lesh personi më të lirë, aq ma shumë bëhet ma i vetëdijshëm për veten, e ma ka vetbesim për me bë diçka, me arrit diçka. Nuk ban me janë ndalu fort. Po edhe shumë nuk ban liri, se po kesh përdorën, se sa po kuptoj. Kush e ka qëlluar më shumë, gjinja femërore apo gjinja mashkullore këtë lirin? Po në qitë kohë që kja 10 vjeqare a fundit, ma shumë liri kanë femër. Ma shumë kanë liri. Normal edhe djemë, po femët kanë ma shumë liri, ma nuk janë të edosh të vetin pak ma shumë. Edhe ma pingon pjesa familje që me kriju familje, ose ma kanë qef i jetën, po që unë knash në talë, po që dosh, arrimin i mosh, ku të arrin moshën 40 vjeqare, 50 vjeqare, atëra i bjen në mend që duhet një familje më kriju. Janë do sene që kur ta më rrinë moshën 6 vjeqare, 65, ti kime lyp një ndim edhe prej familjes, prej fëmijëve me pas. Tani atëherat mungan në familje që se ke kërku kër i ke qenë më i ri. Veç me krijimin e familjes ndryshon edhe jeta, edhe mundojnë njerëz pak ndryshojnë. Ashta janë pak më herët për me full për këtë çështje, se unë sa kam fillu për ta, po që shisho rrethonat e dove që janë mbi moshën 6 vjeqare, që nuk janë martu edhe nuk kanë kriju familje, e shoh që duhet me mendosh shumë të ri që kemon me ta ardha e neve. Kemi familjes, ose që ti me një moshë shtyme, ata ka me arpune që ka me ndimu, ki me bazë në bështetit. Ja, shumë ka lajme shku që në për domet plezve në mërëstot, po ku ta ki ndimin edhe për fëmijëve, të në diska ma jema i lumë, të jema përjetan sa përjetan. Po duke në fund një mesazh, a kënash me intervistë, do në fund një mesazh lidhur me këtë temë që bisedojmë, besoj që do të shërbejë njerëz sa do pak. Mesazhi në fund thonë, mas pari me dash veten, me mendu për veti, për jetën që kime bënë, edhe familja unë bitë gjitha. Nëse nuk je për familje, si jes për vetë. Familjen të me pas në bitë gjitha, edhe një krejën familjes. Qysh të adha në zote. Qashë. Ishte shumë kënaqësi, të uroj më të mirat në jetë. Faleminderit shumë për kohën. Shumë e për juve, kalofshi mirë.